Miqtë e mi, mirë dita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejt për drejt, si çdo mesditë do jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër të Hapur, ku ditën e sotme do të flasim për jetën e 27 vjeçareje, e cila përpara 8 muaj ka braktisur familjen e saj për shkak të dhunës, dhe përpara 8 vitesh është njohur me bashortin e saj me cilin është në proces divorci. Por çfarë ndodh me dy fëmijët, ndërkohë që nëna e tyre ka lënë shtetin grek, ka lënë strehën familjare dhe është arratisur pasi ka kërkuar edhe ndihmën e policisë Greqisë, dhe kjo e fundit nuk ja ka dhënë për shkak të dhunës që ushtronte bashortin ndaj saj, erdhi në Shqipëri dhe filloi procesin e divorcit. Ndërkohë, fëmijët kanë mbetur peng me babain. Nëna vjen për të apeluar drejt për së drejti në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, jo vetëm për treguar historinë e saj, por fëmijët duhet i rikthehen nënës. Ato janë në moshën 4 dhe 2 vjeç. Ndiqni materialin e përgatitur nga gazetarja Ervisa Lula, se kush është në përgjithësi historia e kësaj 27 vjeçare dhe familjes Adikaj, dhe rikthehemi në transmetim të drejt për drejt me rrëfimin e 27 vjeçares, duke u munduar që nga ana tjetër e telefonit të kemi dhe bashortin e saj, babain e dy fëmijëve. Ndiqni materialin. Ajo quhet dallëndyshe dhe është nëna e dy fëmijëve. Ashtu si gjithë vajzat priste të ndërtonte një jetë të re me njeriu që dashuronte, një jetë të lumtur, një familje të bukur e të madhe me shumë fëmijë. Sakrifikuan dhe vendosën të jetojnë si emigrant në shtetin grek. Megjithatë, jeta e saj nuk ishte as pak e ngjashme me atë që kishte pritur. Edhe pse e përmbushur, nënë e dy fëmijëve, fati nuk i buzëqeshi. Konflikte, dhunë, përbuzje, tradhti, gjithçka ndodhi brenda një kohe të shkurtër. U përpoqti ja dilte, por nuk mundi. E dëshpëruar dhe në gjendje të rëndë emocionale, largohet nga shtëpia dhe me rrugën e kthimit në vendin e saj, në qytetin e Durrësit. Artesa nuk mund të jetonte më gjatë, andaj u drejtua gjykatës dhe kërkoi divorcin. Ashtu si ndodh në shumicën e herëve, lufta mes çiftit u bë edhe më e fortë për shkak të kujdesarisë së fëmijëve. Gjykata e shkallës së parë ja besoi nënës kujdesarin, por babai e kundërshtoi këtë vendim dhe apeloi. Kur u largua nga shtëpia, nuk mundej dot i merrte fëmijët me vete, por sot po e vuan pafund këtë gjë, pasi kanë kaluar 6 muaj dhe nuk ka asnjë kontakt me ta. I ka kërkuar me insistim në telefon, por është përballur me fyerje dhe kërcënime. Dallëndysha kërkon fëmijët e saj, dëshiron t'ju dëgjoj sa më parë zërin dhe t'i përqafojë ata. Ky do t'jetë apeli drejt për drejt i kësaj nëne në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Miqtë e mi, jemi rikthyer përsëri në transmetim të drejt për drejt për ta prekur më nga afër këtë histori, sepse 27 vjeçaria është me mua në këtë studio me një apel të qartë drejtuar bashortit të saj, babait të dy fëmijëve, të cilët ndodhen në Kastoria të Greqisë. Përpara 8 muajsh ajo është larguar nga shtëpia për shkak të dhunës që bashorti i saj ushtronte. Kërkoi ndihmën e policisë greke dhe këta të fundit nuk ja dhanë, rikthehet në qytetin e saj të Durrësit, aty ku ajo është njohur së bashku me bashortin, një djalë Laçian, i cili po na ndjek besoj drejt për së drejti, dhe unë ftoj të bëhet pjesë e emisionit Me Zemër të Hapur dhe këtij ballafaqimi të drejt për drejt në studion e emisionit ton. Me mua në studio dallëndyshe Adikaj. Përshëndetje dallëndyshe. Përshëndetje. Mirëse u gjeta. Faleminderit që keni zgjedhur hapësirat e këtij emisioni për treguar historinë tënde. Por për të marrë drejt për së drejti jo vetëm ballafaqimin me bashortin tënd, për të mësuar të rejat më të fundit, sepse ke 6 muaj që nuk kontakton me fëmijët e tu, ato janë në një moshë tepër delikate. Djali është 4 vjeç dhe vajza është vetëm 2 vjeç. Dhe ne nuk e dimë se si është jeta e tyre në këto 6 muaj. Ndoshta marrim këto të reja, duke shpresuar që bashorti na ndjek, por edhe ne kemi vendosur kontakte me të, do ta telefonojmë për të qenë pjesë e kësaj studio. Përballë jush dhe në krahun tim do jetë zonja Elda Jaullari, avokate. Përshëndetje, mirë se rivjen. Olta Hoti, psikologja jon, përshëndetje dashur, mirë se rivjen. Zonja dallëndyshe ndalojmë pak 8 vite më parë. Ju jeni televizionist e rregullt e emisionit Me Zemër të Hapur dhe ndjekës e rregullt e faqes tonë Facebook dhe për këtë falenderoj. Si e njohur me Fatjonin? Një vajzë dursake me një djalë Laçian. Unë faktikisht jam nga Berati, me origjinë. Në fillim, domethënë, e kam parë
ke tezja e vetë, sepse rinim atje, rinim me qera ke tezja e burit tim. Më ka pëlqyer si çun, do të thënë, ishte i paraqitshëm. Edhe ai më pëlqeu dhe mua, edhe i thot gocës tezës ti, që më pëlqen ajo goca, dhe dua do më thënë që lidhje serioze, fejohem, krijoj familje, më kupton? Da të ndyshe, po ishe fare e vogël, ishe vetëm 19 vjeç, sapo kishe hyrë në atë pjesën ku gjithë secili prej nesh vendos ato ekuilibra me vetveten, duke kaluar fazën e adoleshencës dhe ndoshta ndihet paksa më i rritur, kërkon atë pavarësinë dhe lirinë, megjithatë ka rezultuar që mbas 8 vitesh nuk është kështu me ju, apo jo? Po. Më thuaj pak si vendose? Do më thënë, unë tash folëm me ata dhe tash të njihemi. Fole me Fationin? Po, të njihemi, do më thënë, me kalimin e kohës, në qoftë se jenë, do më thënë, njeriu mirë, atëherë mund të fejohemi bashkë, po familjen time kisha shumë, do më thënë, fanatik, dhe nuk e lejon të këtë gjë që të dilnin bashkë për një kohë. Ti në atë kohë vazhdoj shkollën? Jo. Jo, sa po i kishe përfunduar? Po. Sa po i kishe përfunduar? Dhe nuk vazhdoj dhe ishe një vajzë mbyllur. Merreshe me diçka në moshën 19 vjeçare? Punoja rroba qepsi. Punoja rroba qepsi. Pra, dashuria jote me Fationin mund të konsiderohet si një dashuri me shikim të parë dhe përqimin e të dyja palëve. Po. Më pëlqeu, ju Fationin dhe Fationi juve. Ishte shumë i sjellshëm në fillim. Shkonim, do më thënë si Pra, qik. fjala jote e parë, një 19 vjeçare, ishte thjesht një lidhje të njiheshit me njëri tjetrin dhe t'i linit hapësira dhe kohë njëri tjetrit. T'ja linim Sa hapësira kohës. dhe kohë i lat njëri tjetrit për ta Do më njohur? thënë, nuk i lam shumë kohë, sepse i kisha shumë fanatik njerëzit e mi. Nuk më linin të dilja, do më thënë, që ta Pra njihja i kishe akoma. të kufizuara lëvizjet. Po. Që ta njihja akoma më mirë, do më thënë, bas 2-3 muaj më morën në Greqi, shkova në Greqi. A i erdi në familjen tënde të kërkoj, si e Po, priti a i familja jote? erdi në familjen time bashkë me dajën e vetë. Edhe kërkoj dorën time. Si e priti familja jote? Të pyetën? Familja ime më thanë, ti e di jetën tënde, më thonë, por nuk duhet të nxitohesh. Unë i thash, Familja ishte për mos nxitim dhe kishin të drejtë, se ishte në vetëm 19 vjeç, apo jo? Po. Edhe ti e di, më thënë, do më thënë, me ndohë mirë, meri gjërat, do më thënë, më ashtu, më me qetësi. Edhe pastaj... Ndërkohë ti nuk i dëgjove në këtë pikë, që gjërat merreshin ngadalë, me qetësi. Po. Edhe pastaj... Ku shpejtoj, ti apo Fationi, më thuaj? Jo, ata më morën në Greqi, kjo ishte, do më thënë, që nuk arritë të njohë më mirë. Më morën në Greqi. Megjithatë, çfarë i premtuat njëri tjetrin kur të dyja familjet bën njohjen e tyre sipas traditës shqiptare dhe tashmë ju nuk do ishit thjesht të dashur, tashmë do ishit burr edhe grua. Çfarë i premtuat njëri tjetrin, si konceptuat familjen ju? Do më thënë, kur erdi ai me dajën e vetë, tha që unë kam, do më thënë, e kam nip të mirë, edhe do një gotë serioze për shtëpi, do më thënë, familjare. Edhe me anë, do më thënë, si të bëjmë parjen, unë bëj dhe fejesën më vonë dhe mund të marri dhe në Greqi, do më thënë. Që mos të rri në Shqipëri dhe të gjoj edhe fjalë nga njerëz, më kupton? Ti dhe Fationi vetë, si e konceptuat këtë krijimin e familjes së re? Si do ishte kjo familje për ju? Mbi ç'baza, sepse tek fjalët e dajës së Fationit janë paksa i dyshim, nuk dua t'i komentoj se kanë kaluar, por nuk është kjo. Ajo që besoj ju të rinj donin për njëri tjetrin. Për neve ishte të njiheshim, po familjet tona ishin edhe njerëzit e atij, do më thënë, i thanë që më mirë. Se do një vajzë të mirë për shtëpi, është një fjali që nuk tingëllon edhe fort të këndshëm, me ndodhit që ka ndodhur më pas, ku brenda jetës tënde 8 vjeçare bashkërtore ka ndodhur gjitha, duke filluar nga dhuna, abuzimi me alkoolin, tradhtia, gjithçka. Si ishim pa fëmijë, nuk më rrinte, do më shkoni mirë. Pastaj filloj, si kam ngel shtatzan, filloj të më rafi. Në momentin që ishe shtatzan, filloj të dhunonte për herë të parë? Po. Pse? Nuk e di, do më thënë, zihesh me shoqërina, e pyesa për diçka, nevrikosësh, më thoshte mos më pyet. Edhe fillonte, do më thënë, nuk i komandonte do të nevrat.
kishte një gjë të keqe që thynte gjëra. Ishte tip impulsiv. Kishte një gjë të keqe që thynte gjëra dhe unë nuk i shikoja ato veprime, domethënë. Në çfarë familje e rritur ti dallëndysha? Kanë ekzistuar skenat të tilla në familjen tënde? Ja. Femrat e familjes dhunohen? Ja. Asnjëherë nuk e kam parë babin tim për atë zot lartë që t'i gjuj mami tim në sy tim. Asnjëherë. Fjalë po, jo. Dhunë jo, asnjëherë. Në debate ka në familje? Debat normal, çdo familje, çdo çift ka debate, se nuk është jeta, domethënë, ashtu siç e mendojmë ne. Çfarë ndive në momentin e parë aq më tepër që ishe shtatzan me fëmijën tënde të parë, besoj se ishte ajo pritja e ëmbël jo vetëm për ty, por Normal. edhe për Fationin, po vinte në jetë një djalë. Çfarë ndive në momentin e parë kur je dhunuar dhe sidomos shtatzan? Kush ishin masat e para që ti more kundrejt kësaj dhune? Domethënë nuk u ndjeva mirë, më gjujti. Po e pranova. Do dilja me njerëzit e mi dhe buri im bashk. Atëherë ishte dita që do idhesh kryqi në Greqi. Kishin ardhur njerëz të mi nga, kishin ardhur njerëz të mi nga Shqipëria. Edhe do dilim, domethënë, katëru me burrin tim edhe një kushuriri me gjithë nusin e vet. Po. Edhe ashtu vendosëm të dilim, edhe ai tha nuk do dalim, tha. E thashun po pse ndryshove mendje? Nuk dua, tha, dhe pikë, tha. Edhe pastaj unë e vrikos. Urdhra? E zbulove shkakun se përse nuk donte të... Nuk e di, ishte nevrikosur për momentin dhe s'donte. Ishe të grindur më parë? Jo me mua, nuk e di se më kë ishte, domethënë, me dikë tjetër, edhe u zu me mua. Atëherë ka filluar të më gjoj. Edhe pastaj filloi, domethënë, nuk e ndaronte më dorën. Edhe në sytë fëmijës, po. Edhe në sytë çunit më ka gjujt. Edhe kur erdhi në një djali, pra, Po. ti e dhunuar vazhdimisht. E Unë të thynte shikoj edhe që gjë. nuk e ka përcyer akoma traumën e kësaj dhune, sepse duket dhe njeriu nuk flet vetëm me zemër, po flet edhe me gjeste. Unë shikoj gjithkohës se të kam shumë pranë për të kuptuar se nuk e ke kaluar traumën e dhunës, por ndalojmë pak në momentin e fundit. 8 muaj më parë, vendose dhe u arratise nga familja jote, po me një kosto shumë të madhe. Po. Për t'i thënë stop kësaj dhune, apo jo? Po, unë Dalim pak në këtë moment. Si ishte ajo ditë kur u largove nga shtëpia jote në Kastoria? Unë kisha një muj, nuk isha fare mirë. Nga veprimet që bënte ai, kam tipi që nuk du të shoh gjëra sepse sëmurem. Domethënë, kaloj në depresion. Nuk du të shoh gjëra ekstreme, më kupton? Kisha një muj, as nuk fleja, as nuk haja. U dobësova jashtë mase. Edhe kisha, domethënë, kalova në depresion atë kohë. Vajta në 3-4 vende. Kujdesete me terma, do doja të dija shkove, u vizitove, Po, të doli diagnoza, depresion. Po, vajta në 3-4 vende të Greqisë, jam vizitu, më bën, sepse kisha problem me zemrën, e kisha zemrën, domethënë, sikur kisha një plag, për herë të parë në jetën time nuk e di, dhe më shponte këtu nga mërzitja, nuk e di. Edhe i thosha, mos vazhdo të lutem, se nuk duroj dot veprimet që bën ti. Të lutem, se nuk jam mirë. Shkoja në spital, jam vizitu, më bën analizat të gjitha, më tha nuk ka asnjë lloj problemi shëndetësor. Gjatë momenteve të diagnostikimit, ishte dhe Fationi me ty apo Po, ishte. Si reagonte ndaj këtyre personave të shëndetësisë kur ato deklaronin tek ty që gjendja jote emocionale dhe psikologjike ishte e rënduar? Ai thoshte, domethënë, doktor, nuk e di se çfarë ka. Edhe unë ja shpjegoja situatën, doktor, që kështu. Në sy të Fationit? Jo, në sy të Fationit, jo, sepse nevrikosësh. Edhe, domethënë, bën gjitha analizat, më tha nuk ka asnjë lloj problemi shëndetësor, por ti e ke nga mërzitja, nga stresi, të vjen kjo gjë. E vazhdoj kohë, domethënë, i thash një ditë, i thash të lutem, më lë sa ditë shkoj ke njerëz të mi, se nuk jam mirë. Nuk jam mirë fare, thash. Jo, nuk do shkosh. Njerë vendosi do shkosh, pastaj tha jo, tha. Nuk do shkosh, tha, rri këtu në shtëpi, hiqe mërzitje në shtëpi. Po nuk hiqet, thash. Është diçka, thash, që vjen nga shpirti. Nuk hiqet. Me asnjë gjë. Edhe pastaj, domethënë, filloi ato debatet e tia. Dhe
dita të më thënë që jam larguar, sepse mu këtë gjë më ka lënë amanet dhe baba im. Edhe shikoja çdo ditë në ëndër dhe më thoshte, nuk du të shoh të vuash, duhet të shikoj të lumtur, nuk e jetë me këtë njeri. Edhe atë natë kur jam larguar, e kam parë në ëndër dhe më tha, zgjidhje merr ke 2 rrugë, tha. O ik sot, tha, o s'ke më jetë. Kam qenë aq keq. Mund të ma tregosh pak mënyrën se si ke ikur, se një guxim i jashtëzakonshëm. Po. Atëherë ushtrim të 2 ke salloni, si unë dhe ish bashkëshorti im. Na zuri gjumi, fëmijët atë ditë erdhi i morën prindrit e ati. Sepse i merrin të shtuna të djelave, i merrin prindrit e ati. E ushtrim atje dhe unë, do të thënë, më zuri pak gjumi, më kapte 10 minuta gjumi dhe s'kisha më gjumën. E ushtriva atje dhe më del gjumi. Para se ndali gjumi, e shikoj babin tim në ëndër. Dhe më thot, kam 2 fjalë për të thënë. Zgjidhje merr. O ik sot, o s'ke më jetë. Edhe unë qova, nuk e di që po më ndodhë kështu zot, thash. Shkova këdo ma të shtrishë, s'më merë të gjumë. Edhe pëse nuk, zemra më rifte aq fort, nuk e di. Pëse mora guximin, bëra valizhe nga ati dhe ika. Fationi ishte aty. Fationi në zuri gjumi. Edhe kam ikë. E ke lënë Fationin gjumë. Arrite t'i shkruaje diçka? Nuk arrita sepse s'më premton të koha. Kisha një, nuk e di. Një dridhje trupi, një raje zemër. Erdha direkt Shqipëri, pa i lajmëru njerëz të mi. Kur të panë? Kur më panë një habit. Qa po bën kështu, pse erdhe mes natës? Kështu i kam thënë gjendja ime ishte. E kuptova mirë. Nuk ishin dakord, do më thënë, që bëra atë zgjidhje, por... Nuk ishin dakord as familjarët e tu. Më parë ke mundur, atë ditë e kuptoj që Fationi flinte dhe ti nuk i the absolutisht asgjë. Nuk e di se sa e ka përdorur Fationi këtë moment në gjykat, do flasim pak më vonë, por ndalojmë pak në bashkëbisedet e tua me Fationin. Ke mundur ndonjëherë t'i hapësh zemrën Fationit? Po, dhe i thosha, të lutem, sillu mirë se kemi 2 fëmijë, mos na shohin kur zihemi, kur dhunon, sepse dhe ata do më thënë lijen keq. Në sytë të dhunoheshe dhe në sytë të vajzës 2 vjeç? Po, më gjunte, aji, vinte të shunimi, fshinte lotët, më thoshte mos qaj mami. Shkaku i grindjeve? Shkaku i grindjeve sepse aji bëhe shumë xheloz. Bëhej xheloz. Shkaku ishte xhelozia. Xhelozia, do më thënë, nevrat që kishte të tepërta nuk i kontrollon të dot. Nuk vetë kontrollon. Dhe me njerëz të mi nuk donte që të flisja. Po pse? Çfarë ndikimin kishin njerëzit e tu te këtu? Nuk e di, sepse, do më thënë. Kishë shprehur ata apo kënaqësi ndaj Fationit? Jo. Do më thënë, ndonjëherë kur shkonin nga njerëz të mi, që i flisi për të mirë, që sillu mirë, do më thënë, mos u zini, mos... Edhe ati, i ngellësh qefi, kupton? Edhe për këtë gjë më thoshte mos flit me njerëzit e tu. Megjithatë, në raportin tënd dhe të Fationit ka ndodhur edhe diçka tjetër. Po. Ti, nëpërmjet profilit tënd në Facebook, nëpërmjet llogarisë tënde, ke njohur një person. Po. Dhe ai person është një femër. Po. Dhe e ka Kur e marrë... zbulove? Po. E ka marrë... Midis jush kishte edhe një person të tretë. Po. E ka marrë në telefon burrin tim, ish burrin tim. Doja ta pyesa për fëmijët e mi. Do të thënë, si janë Zbuluar mbasi ke ikur nga shtëpia. Po. Mbas 2-3 muajve. 2-3 muajve, po. Edhe them, ka mundësi të flas pak me fëmijët e mi, ose të pyes si janë, ç'a bëjnë. Si kanë qenë, janë sëmur, e janë mirë. Mos më merr më në telefon, nuk ka thënë. S'ke për t'i pa fëmijët me sy. Ma mbyll telefonin, kam qenë puna ditë, më ka dërgu mesazh një femër. Dhe më shkruan mos e merr më Fationin telefon. Sepse atë e ka unë tani dhe fëmijët s'ke për t'i pa me sy, jam unë në atyre, më ka thënë. Edhe unë i kam shkruajt, dëgjoj këtu do të them 2 fjalë.
ti nëna e fëmijëve të mi nuk je, sepse ata fëmijët e mi i kam zgjerur në jetë, i kam sjellur në jetë jo ti. Kur të bëhesh ti nën, do e kuptosh rëndësinë e fëmijës. Dhe unë që kam nuk kam për nga e mira, por kam qenë në një moment shumë të keq. Edhe pastaj më shkrujti, më tha të kuptoj, tha, por për fëmijët nuk të pengoj, tha, e dina i, tha, por tash jam unë me Fationin. Por ndërkohë, kjo femër, e cila kishte filluar një lidhje bashkëtese me Fationin, dhe që jetonte me 2 fëmijët e tu, kishte pasur një lidhje të paktën sipas deklaratave që ajo ka bërë kundrejt teje, përpara se ti të largohesh nga familja, do të thotë që në raportin tuaj në çift ekzistonte edhe një e tretë sipas kësaj të tretës. Sepse ne nuk e dimë a është e vërtetë apo jo. Po pra, i kam gjitha mesazhet që mi ka dërgu. Dhe unë e pyes, më falni, them, burrin tim ku e keni njofur, që u lidhet kaq shpejt? Unë burrin tënd e njoh prej kohësh, më ka thënë. Po, në qoftë se ti e njihje prej kohësh, i kam thënë, përse nuk u martove me ta, po më shkatroj mu familjen? Mirë që ishte lidh me ty, po me mu pse sillesh keq. Çfarë i bëra? I bëra ndonjë gjë? Nuk e di, më ka thënë ato, gjëra i din ai dhe burrat ashtu janë, më ka thënë. Ka janë bisedat që ti ke bërë me këtë femër? Po. Megjithatë, ne jemi të detyruar të dalim në një hapësirë publicitare, ndërkohë dua të njoftoj ty dallëndyshe, por edhe teleshikuesin, që gazetari Ervisa Lula ka kontaktuar me Fationin. Fationi po na ndjek drejt për së drejti, do rrëfehet në këtë studio dallëndyshe, do mbaroj rrëfimin e saj dhe më pas do të kemi ballafaqimin e drejt për drejt me Fationin, i cili do t'rregojë dhe ai versionin e tij në këtë studio. Na ndiqni vetëm pas pak. Jemi rikthyer në transmetim të drejt për drejt, miqtë e mi, për të vazhduar bashkëbisedimin me dallëndyshen dhe për të mirëpritur Fationin, i cili po na ndjek drejt për së drejti nga Kastoriaja, për të dhënë edhe ai versionin përballë të gjitha akuzave të bashortes dhe nënës së 2 fëmijëve. Themi bashorte sepse aktualisht çështja është në gjykim e sipër, në gjykatën e apelit, kundërshtohet kujdestaria e fëmijëve dhe do flasim hap pas hapi edhe për këto hapa ligjor. Ndërkohë dallëndyshe jemi pikërisht në një moment tjetër delikat. Ndodhi që ndodhi, erdhe në Shqipëri, e more këtë vendim, e bëre këtë guxim, por duke lënë peng 2 fëmijët e tu në Greqi. Ndoshta duke i ditur që ato do ishin mirë me gjyshen dhe me gjyshen, ashtu si deklarove që në ato moment që ti ke ikur nga shtëpia, fëmijët ishin ke gjyshrit, ke prindrit e Fationit. Apo jo, të shtunë të diel, gjyshrit, kujdeseshi për fëmijët, dhe duke qenë se ishe e qetë shpirtërisht, apo jo, me vjerrit e tu, vendose të largohesh nga Fationi, por jo nga fëmijët. Familja nuk e mirëpriti rrugën që ti ndoqe. Ka bërë debate. Ke bërë debate në familjen tënde, nuk donin më mbanin. Por gjendja jote emocionale nuk mbante dot më dhe bashkëtesa me Fationin po rëndoi akoma dhe më shumë. Mbas disa muajve zbulove dhe prezencën e një femre tjetër në jetën e Fationit, ku vetë ajo deklaronte që në jetën e Fationit ka qenë shumë kohë më parë. Ishe ti ajo që hodhe hapin e parë për të shkuar drejt gjykatës, por që e le për gjysmë për shkak të gjendjes tënde ekonomike. Mos haro pak si rodhëm procesi, si mbriti Fationi në këtë proces, kush ishin pretendimet tuaja dhe të Fationit dhe pse aktualisht jemi në gjykatën e apelit. Do më thënë, unë kur erdha në Shqipëri, u drejtova në gjykatë. Dua të hap gjyq, bëj një kërkesë për gjyq, sepse kështu thash, do më thënë, ika nga burri, për shkak të dhunës, kam lënë 2 fëmijë, dhe dua një avokat mbrojtës që të më mbrojë, do më thënë. Atje ishte avokati, do më thënë, dhe më tha jam unë. Atëherë mora avokatin, edhe, do më thënë, shkruam disa letra ato që duheshin, edhe kam lënë, do më thënë, sepse për shkak të ekonomisë, avokati ju të mbrojtës kërkonte të paguaj dhe me të drejtën e ti, si çdo avokat tjetër. Normal, si që të hapja gjyq. Ti të para nuk i kishe në ato momente? Në ato momente nuk i kishe. Edhe e lash për gjys. Atëherë burim, bashkëshortim, mbas 15 ditë më thanë që ka hap
Buri jot. Pra si duket paralelisht ju kërkonit zgjidhjen e kësaj martese në gjykatë. Ai nuk duroi dot faktin e arratisë tënde? Apo jo, në qoftë se mund ta quajmë të tillë, e largimit tënd? Dhe kishte hapur. Kërkoi të thojë stop dhunës së Fationit kundrejt teje. Apo jo. Më sqarove që Fationi më pas bëri hapin tjetër. Ti nuk i kishe këto para në ato moment dhe Fationi mbas 2 javësh bëri kërkesën për zgjidhjen e martesës. Përpara se dalim se si u zhvillua procesi gjyqësor, dua edhe diçka tjetër. Në momentin kur ti u largove nga Kastoriaja drejt Durrësit, të telefonoj në këtë periudhë rrugë Fationi, u trëm, ku ishe, ku s'ishe? Më morin telefon. Çfarë i the? I thash jam në Shqipëri. Thash... Ishe kaluar territorin ti? Po. Do më thënë, ditën tjetër në darkë, jam në Shqipëri, thash... Por 24 orë nuk të kërkoj Fationi? Kur u ngrit nga gjumi, nuk të kërkoj ku ishe? Nuk më ka marrë, do më thënë. Nuk të ka marrë? Më mori më mbrapa. Jam në Shqipëri, thash, i ka për këtë shkak. Tu luta, thash. Të shkoj ke njështë e mi të qetësojshë, thash, sepse gjendja ime. Cila ishte përgjigja? Përgjigja ishte, më tha, pse ike, do të vras, ty, familjen tënde. Thash, s'ke pse të më vrasësh, thash, thjesht, nuk e duroj do të më dhunën tënde. Po fëmijët e mi, thash, nuk i braktisa. Të kuptoj. Dalim tashmë tek fillimi i këtij procesi. Në gjykatën e Durrësit, në mos gaboj, po. Dhe filloi një proces i rregullt. Ku seanca e parë është seanca pajtimit, apo jo? Çfarë ndodhi në këtë seancë pajtimi? Do më thënë, në seancën e parë, jemi paraqit ke gjykata dhe na pyetën, do më thënë, nëse doni të pajtojni dhe të bashkojni përsëri. Na pyetën të dy, pyetën burrin tim. Që ishte prezent, fizikisht, po? Ti je dakord, i tha, që të pajtojni bashkë? I tha, jo, tha, sepse nuk shkojmë si çift dhe nuk gjejmë dot gjuhën tonë. Po. Më pyeti dhe mua, thash, jo, thash. Sepse më kanë nxjerrë disa herë tjera jashtë nga shtëpia. Fationi të kishte nxjerrë dhe herë të tjera nga shtëpia. Edhe me mamin tim, kur kam qenë. Edhe nuk bëhet, thash, që të bashkojmë përsëri. Nuk e gjejmë asnjëherë gjuhën bashkë. Nuk kemi, dhe më thënë, jetë me njëri tjetri. Dhe vijoi një proces i rregullt, ku të dy kërkonit kujdestarinë e fëmijëve. Po. A i përdori Fationi faktin e këtij largimi kaq të menjëhershëm edhe pse të paralajmëruar nga ana jote që fëmijët, djali dhe vajzat të takonin atij në kujdestari? Duke qenë se ndoshta mund të kishte edhe kushtet më të mira ekonomike etj etj. Fëmijët kanë lindur atje dhe do më thënë, gjyqtarja e pyeti Fationin që fëmijët i takojnë nënës. Dhe ish bashkëshorti im, i tha, do më thënë, që unë nënës nuk e la fëmijët. Dhe të bëjt çfarë do lloj veprimi. Dhe gjyqtarja i tha që nëna tha çdo gjë që të bëj, tha, është nën. Fëmijës tha i takojnë nënës dhe jo babait. Dhe unë tha i nuk ja lë, tha. As për të fol, as për t'i takuar. Megjithatë, gjykata e shkallës së parë, duke qenë se çështja është në apel për kujdestarinë e fëmijëve, çfarë vendosi? Po, kur mbaroi, do më thënë... Mbas një vlerësimi psikologjik, kuptohet? Po, vendosi? Kur mbaroi gjykata e shkallës së parë, vendosi që fëmijët i takojnë nënës. Dhe babai, do më thënë, ka të drejtë që të pagojë, do më thënë... Dhe ky vendim është marrë me datën 28 korrik të vitit kaluar, 2015, apo jo? Dhe ka të drejtë i shikoj në rast të festash, do më thënë... Gjatë pushimeve të verës. Po, gjatë pushimeve të verës, kur vjen në Shqipëri, ti takoj, unë nuk ja pengoj fëmijët, sepse të dy jemi... Po, që nuk ishte dakord Fationi, apo jo? Ja, tha unë fëmijët asaj nuk ja lë, tha. Dhe ka apeluar. Po, fëmijët as nuk i shikon fëmijët me sy, tha, as nuk... Tashmë pritet vendimi i gjykatës së apelit. Por gjatë kohës që ky proces do zhvillohet të gjykatën e apelit, vetëm 1 muaj më parë, ti ke shkuar në Greqi. Po. Gjatë festave të fundvitit. Po. Çfarë ndodhi në Greqi? Atëherë, mora rrugën për Greqi për taku fëmijët e mi. Bleva dhe i mora dhe 2 dhurata me rastin e festave. Dhe kam shku atje, do më thënë, nuk do e shkoja në polici që do e t'i bëja gjatë më me qetësi. Kam shku ke shtëpia, kur ja unë me ish bashkëshortin tim. Po. Dhe atje del, do më thënë,
Kjo vajzë. e fejuar e burit tim. Edhe i them, si jeni mirë, më falni, them, jam ish bashkëshortja burit tim dhe dua t'i shikoj pak fëmijët. T'i përqafoj pak. Dhe kjo më thot që unë nuk mund t'i lau pa lejnë e burit tim. Du t'a marrë në telefon, në qofë se ishtë në akord, t'i takosh. Atëherë e merë në telefon dhe vjen ish bashkëshortim. Edhe do më thonë ishte me xhaxhajnë e vetë. I takoj si njerëz, si jeni mirë. Edhe i flasë ati si e mirë, a kurse i fillon të më gjunë. Atëherë largojnë. Por së ridhunohesh një muaj më parë nga Fationi? Po, si kam shku në Greqi, më ka gjujtur. Më ka gjujtur, e kam majtë xhaxhaj vetë. Jam largu, kam shku në polici. I kam thënë policisë, shkova, thash, ke fëmijët e mi, thash, se para 8 muajsh, thash, ndodhi kjo gjë që i braktisa për shkak të dhunës. Jo fëmijët e mi, po burrin, thash. Dhe dua, thash, t'i shikoj të fëmijët e mi, paktën t'i përqafoj. Jo më shumë, thash. Dhe nuk i prish jetën burrit tim, thash. Ai të zgjedhi me këtë donaj të jetoj, nëse nuk ishte i kënaqur me mua. Edhe policia ka marrë në telefon, 5-6 herë, i ka thënë, është ish gruaja jote këtu, është drejtu, dhe më thënë, që takoj fëmijët, sepse ka ardhë ke shtëpia ku keni qenë bashkë, dhe nuk ja ke lënë fëmijët. Ndërkohë që ti vendimin e gjykatës shkallës së parë, as në gjuhën shqipe, as në gjuhën greke, ti nuk e kishe me vete. Pra, unë nise, thjesht për takuar fëmijët, pa ndikur asnjë hap ligjor, apo jo? Në qoftë se ta kishe këtë vendim gjykate me veten, ndoshta edhe shqip, besoj se do kishe një lloj mirëkuptimi dhe nga policia e Kastorias. Dhe më tha, nuk jepet vendimi pa dalë, tha, dhe më thënë nga gjykata e apelit. Po, sepse nuk ka marrë formë të Po, s'ka marrë formë. Edhe unë shkoj, me rast në festave, thash të takoj dhe fëmijët, të flisi dhe më qetë, qa do bëjmë për fëmijët. Pra, ai udhëtim përfundoi si mos më keq, duke u dhunuar përsëri ti dhe duke mos takuar më fëmijët. Arritet paktën që ato 2 dhurata ti shkoj? Po, ja dhash të fejuar zburit tim. Ajo që të hapit derën në fillimisht. Po, ajo me mua është si e mirë, nuk kam asgjë me ata. Sepse nuk e di si kanë qenë gjërat, po fajtor është burri im. Dinjitoze deri në fund, dalëndyshe sepse dikush tjetër po t'ishte në vendin tënd do kishte edhe një lloj jo mirësie siç e ke ti, po një lloj revolte, megjithatë ti je kaq vajzë zgjuar sepse e kupton që ajo nuk ka ndërhyrë në raportin tuaj. Ne nuk e dim se si kanë qenë raportet e Fationit me të kur ai ka qenë i martuar me ty. Je shumë e kujdesshme për të ruajtur edhe figurën e kësaj femre e cila aktualisht po kujdeset për fëmijët e tu apo jo? Po, normal. Më thënë, unë për atë nuk kam absolutisht as inat, as nuk e di se si kanë gjënë gjërat, se ka pas lidhje, se ka gjetë, e ka marrë më vonë si ka mikun, nuk e di. Ke një mirësi që e rrezaton gjatë komunikimit. Për fëmijët e mi kujdeset dhe përshëndes të qofë se më shikon. Po na ndjekin në dalëndyshe. E përshëndes, me mua u thotë shumë mirë, zotja saj, do më thënë, ja bën jetën dritë, e ndihmot, sepse burri me mu s'ishte i kënaq asnjëherë. Nuk më ka respektuar me këto fjalë. Të falenderoj për mirëkuptimin e jashtëzakonshëm. Një grua e rrallë, të paktën edhe ndoshta edhe për shkak të moshës 27 vjeçare që ti ke, por rrallë dëgjojmë femra të cilat vinë në këtë studio dhe falenderojnë dhe nuk përzim persona të tretë në historitë e tyre personale. Do doja dija diçka tjetër edhe gjatë kohës kur ke qenë e martuar me Fationin dhe je dhunuar, madje shkarazi e the, duke u rezervuar jashtëzakonisht shumë sepse Fationi tek e fundit është babai i fëmijëve të tu. Shkarazi ka pa diçka kur deklarove që të kanë nxjerrë disa herë nga shtëpia duke dhunuar, së bashku me nënën tënde. Sa herë ke denoncuar Fationin në policinë e Kastorias? Kam vajt 5-6 herë në polici, e i kam thënë bashkëshorti im më dhunon, dhe nuk mund të jetoj me atë njeri. Merrni ndonjë mas, ose do më thëmë siguroni një test, një diçka. Dhe më ka thënë, nëse ti futesh, do më thënë, këti, do më thënë, mobeti, atëherë ka shumë punë, do të marrësh avokat, do kohë, pastaj gjërat acarojnë më shumë,
qoftë se tjetër e pa fut... dokumentacion të rregullt në shtetin grek? Kam dokumente, po, Dokumenta. të rregullt. Po pse nuk ndërhynte policia? Nuk ndërhynte sepse donen të avokat, donen të më thënë shumë gjëra. E pa shpjegueshme kjo që thoni, se në momentin që ti shkon edhe burrit ka nxjerrja shtëpie dhe shkon me dhunë dhe me shenjat e dhunës në polici, policit e kujdo vendeve dhe aq më pak të një vendi që aderon në Bashkimin Evropian të përgjigjet në këtë mënyrë është paksa e pashpjegueshme. Gjithsesi. Nuk e kuptoj. Thash edhe një herë në përfundim të pjesës së parë teksa lançonin publicitetin që ka qenë shumë i mirëkuptueshëm Fationi në momentin që ka nisur ky emision. Është kontaktuar nga gazetari Ervisa Lula, është përgjigjur mjaft mirë në telefonatën e parë, na ka ndjekur dhe teksa e telefononin për dytën herë për të qenë drejt përse drejti live në këtë studio, Fationi fillimisht ka mbyllur numrin e kontaktit me cilin ka telefonuar gazetarja dhe ne kemi në dispozicion dhe një numër tjetër të Fationit, i cili dilte i lirë, por nuk ngrije. Mbas tentativave të shumta të gazetares, ai ka ngritur telefonin, gazetari ka shpjeguar se kush është apeli i ish bashkëshortes së tij në këtë studio, dhe deklarata e Fationit ishte për të mos qenë drejt përse drejti përballë këtyre akuzave që ka ngritur ish bashkëshortja nëna e 2 fëmijëve, por ashtu siç i braktisi fëmijët, le të viti shikoj aty ku i la pa i kthyer kokën pas. Këto ishin fjalët e Fationit, megjithatë unë pretendoj që Fationi me atë qytetari që herën e parë ka komunikuar mjaft mirë me gazetaren, ndoshta pendohet për fjalët që tha tashmë në fund dhe të dëgjojmë edhe versionin e Fationit drejt përse drejti në këtë studio. Përse përdoren fëmijët, kushdo që të jetë nëna e tyre, e mirë apo e keqe, vetëm Fationi duhet kuptoj që është djali një nënë dhe nënë të mirë dhe të keqe në këtë botë nuk ka. Prind të mirë dhe të keq në këtë botë nuk ka Fation, prandaj nuk mund t'i mbash peng fëmijët e tu duke mos i kontaktuar me nënën. Pra jemi, dhe kjo mund përdoret edhe si provë në gjykatën e apelit, që je pikërisht ti që pengon nënën e fëmijëve për t'i takuar ato, aq më pak që ajo ka udhëtuar drejt Shqipërisë vetëm një muaj më parë për t'i takuar dhe ti jo vetëm që nuk e ke lënë për t'a takuar dhe për t'i dhënë dhuratat, po madje e ke dhunuar dhe ajo falenderon xhaxhain tënd që dhuna nuk ka degraduar deri në atë pikë sa ajo të dhunohej siç e keni dhunuar edhe kohën më parë. Unë nuk e di sa të vërteta janë këto, por përderisa ti nuk del në lidhje telefonike, atëherë unë duhet besoj vetëm një rinkrah dhe duhet kuptosh që edhe paneli i profesionistëve tona do të jenë dhe do të komentojnë në mënyrë të njëanshme. Elda, unë do doja të ta jepja fjalën në këto momente, por mendoj se ndoshta mbas fjalëve të mia apo apelit tim mund të reflektojë edhe Fationit, e pa dëgjuar edhe Fationin. Besoj se ti si avokat e pa dëgjuar të dyja palët, si thua, do ishte më mirë të komentoje në pjesën tjetër dhe të jepin Oltës, apo jo? Se është fat që kemi dhe Oltën në këtë panel. Olta, do ndalojmë tek historia e dallëndyshes. Do të më bëj përshtypje si personazh, për shkak të një qytetarie dhe qetësie të jashtëzakonshme, por dhe apeleve shumë qytetar që ajo ka dhënë ditën human, që ka dhënë ditën e sotme shumë e kujdesur në fjalët dhe në historinë se si e përzjedh ta tregojë në publik. Dhe kjo është një gjë e jashtëzakonshme që ne po na ndodh në këtë studio. Sigurisht, sepse ne kemi parë se sa impulsiv edhe se sa të hidhur kanë qenë nga goja gjithë personazhet që janë në ato poltron, kanë qenë të pakta rastet që kanë dhënë mesazhe pozitive për njerëz që ndoshta pa dashje kanë lënduar në jetën e tyre, është dhe rasti që kemi i zonjës në fjalë. Sigurisht që qetësia që e karakterizon është ajo që bie më shumë në sy, edhe mënyra se si ajo i tregon ngjarjet me një qetësi dhe me një i ka përjetuar dhe i ka perceptuar gjithë ngjarjet në këtë mënyrë, me një qetësi. Por ndonjëherë ne kësaj qetësie trembim më shumë. Kjo është ajo që na tremb më shumë. Sepse fakti që është person i mbyllur, në kuptimin që është hermetik që gjithë kohës vetëm akumulon, është shqetësuese, sepse sigurisht që dëmtimi do jetë më i madh sa personat që e shprehin, e nxjerrin natin dhe më pas duket sikur situata është më e qetë. Përsa i përket gjithë historisë, është një situatë shumë e vështirë familjare. Do donim shumë edhe për mua më ndihmon shumë kur unë drejt të dyja palët, është një ndihmë e madhe për ne, sepse sigurisht jemi më të qartë edhe në mendimet tona dhe nëse jemi nisur një rrugë kur personi në fjalë na e mbështet mendimin e vazhdojmë edhe
më seriozisht rrugën që kemi nisur, ose na lë të jemi të dyzuar, pavarësisht kësaj asgjë, këndvështrimi im psikologjik është më i thjeshtë se avokate, sepse unë kam personazhin përballë dhe paka Po shumë edhe të reqja e Fationit në momentet e fundit kuptohet sepse sezonja po del me identitet, me portret, me figur, nuk mohon absolutisht asgjë, nuk mund të hedhë ban mbi jetën e saj, apo të thotë gënjeshtra, mund të ketë egzagjerime në këtë histori, por që ka ndodhur, kjo e vërtet ka ndodhur, sepse edhe gjykata e ka parë të arsyeshme për ta bërë zgjedhjen e martesës, pra ka ekzistuar diçka tek çifti. Megjithatë, pyetja ime e zakonshme që ndodh me çiftet që vinë në këtë studio dhe tregojnë për divorcin e tyre është se si ngrihen bazat e një familje, që me sa duket bazat e familjes ne shqiptarët i ngrem në mënyrë të gabuar. Si ishte historia e këtij çifti, si e gjithë çifteve zakonisht, por do doja të ndaloja pak, a ishte e gatshme në moshën 19 vjeçare, ndallëndyshe që kam të ftuar në këtë studio, të krijonte një familje dhe aq më pak të bëjë nën shumë shpejt? Sigurisht që kemi parë raste kur përveç se nuk i ka ngritur vetë bazat e një familje të shëndosh, ka lënë këtë në duart e tjerëve, sikurse edhe pak a shumë ka ndodhur rasti i zonjës Dallëndyshe. Absolutisht që kjo është gjëja, është hapi më i rëndësishëm i jetës tonë, momenti që ne krijojmë marrëdhënie me një person që do jetë partneri ynë, është shumë e rëndësishme çfarë i premtojmë njëri tjetrit dhe çfarë presim nga njëri tjetri. Nëse nuk i premtojmë dhe nuk presim asgjë nga njëri tjetri, e gjitha kjo kala e ngritur ka qenë prej rëre. Dukej që ishte vajzë me këmbë në tokë, ashtu siç e ka pasqyruar edhe sot Dallëndyshe, sepse i ka kërkuar kohë Fationit që të njihnin më mirë njëri tjetrin. Po shkaku ka qenë mentaliteti i familjes së Dallëndyshes, apo jo, që nuk e linte atë të lirë në moshën 19 vjeçare, të kishte ato daljet dhe njohjet normale që mund të ketë çdo njeri me shokun që do zgjidhte për jetën e saj. Por unë, përpos kësaj momenti, do doja të komentonin së bashku edhe personi që shoqëronte Fationin në momentin që ka kërkuar dorën. Kërkon një nuse serioze për shtëpi. Të lutem, kjo fjala për shtëpi dhe një nuse, jo për jetën, po për shtëpi. Se jashtë shtëpie mund të ndodhi gjithçka tjetër. Paktën unë kështu e komentoj. Fatkeqësisht nuk është hera e parë që më dëgjuar nga këto fjalit standarde të mbledhërive, është që nga këtu fillon problemi, që nga këtu fillon, nuk e kuptoj se si dikush mund të përkufizoj se çfarë duhet të bësh ti në jetën tënde, nëse do jesh brenda shtëpisë ose jashtë shtëpisë. Fakti që kërkon një vajzë serioze nuk do thotë që do jetë më e mirë, ose fakti që një vajzë nuk është shumë serioze nuk thotë që është më e keqe. Këto janë absolutisht terma të gabuar që ne vazhdojmë sot e kësaj dite dhe i përmendim vazhdimisht, janë etiketime të pavërteta dhe nuk tregojnë asgjë për karakterin dhe për individin që kemi përballë. Sigurisht që Fationi, edhe mënyra e njohjes, edhe se si kanë lidhur gjërat, sigurisht që ka gjëra që mua më bëjnë përshtypje dhe lëm për të dëshiruar, aq më pak në ditët e sotme që minimumi që ne duhet të bëjmë është koha, t'i ofrojmë kohë njëri tjetrit në mënyrë që të njihemi më shumë. Pra kemi një pikpyetje të madhe se çfarë e nxitonte Fationin për ta marrë dhe për ta kurorzuar këtë lidhje të tij. Pse me kaq nxitim? Pse me kaq nxitim? Pse me kaq nxitim? Koha është mënyra më e mirë për ta njohur personin. Personi duhet ta njohësh situata ndryshme dhe vetëm koha ta jep këtë favor. Nuk duhet ta njohësh vetëm në një aspekt, por në shumë aspekte. Një gjë që zonja s'e ka pasur dhe prandaj dhe jemi këtu ku jemi, sepse nuk ka arritur të njohë asnjë anë të Fationit, sepse normalisht ka njohur vetëm aparencën jashtme dhe ka menduar se kjo është marrëdhënia e tyre. Por në fakt me kalimin e kohës aparenca është më pak e rëndësishme. Eksperienca ka treguar që gjithmonë janë bërë martesat apo lidhjet e nxituara në moshë të hershme, nga mosha 19 vjeç e poshtë, mund të komentohen pak nga ty nga ana psikologjike që pothuajse të gjitha janë shkatërruar? Pothuajse të gjitha janë shkatërruar. Kjo është përmbledhja më e mirë e gjithë kësaj historie, sepse njeriu në atë moshë nuk është i aftë të vendosi për veten, sepse është në proces formimi gjithë karakteri. Njeriu, një person... Por çfarë ndodh me këta të rinj që vendosin në këtë lloj moshe? Nxitohen. Pse këmbgulin për ta përfunduar diçka të tillë? Këmbgulin sepse japim përparësi vetëm asaj gjëje për momentin dhe është gjithçka rreth përparësisë që ne japim. Nëse ne japim përparësi diçka e caktuar, duhem patjetër ta përfundojmë atë.
Por, sigurisht që ne fokusojmë vetëm në personin individin që kemi përballë, duke parë 2 ose 3 karakteristika të personit dhe më pas nuk eksplorojmë ose nuk lëm hapësira që të njihemi edhe në sfera tjera të jetës. Nxitimi është shkatrimi i një lidhje. Të gjitha çiftet që nxitohen dhe mosha e vogël që vendosin forcërisht, do thoja unë, forcërisht për të krijuar familje, sepse familja është një hap shumë i rëndësishëm dhe do të menduar shumë mirë. Prandaj dhe kemi kaq shumë divorce, kaq shumë ndarje, kaq shumë familje problematike, kaq shumë fëmijë që ende në gjykatave vetëm për në historinë e Fationit edhe të Dallëndyshës unë dua të komentoj së bashku me ty, po mbas hapësirës publicitare, se mënyrën se si ka zgjidhur Dallëndyshja ta bëj këtë lloj divorci, se si e braktisi ajo, për shkak edhe të një raporti të ngushtë që ka pasur me babain, por ajo kishte komunikuar më parë me Fationin që kërkonte pak kohë të shkëputej prej tij, të shkonte pranë familjes, edhe ndoshta kjo do të jepte mundësi të mendojë dhe të kthjellohej ndoshta më mirë me veten e saj dhe të qartësoj aq më tepër që po kalonte një problem shumë delikat, emocional dhe psikologjik. Pas pak me ty Olta Hoti, ndjekim pak hapësirë publicitare dhe rikthehemi më njëherë. Miqtë mi, jemi rikthyer përsëri në transmetim të drejt për drejt. Fjala kalon më njëherë për psikologen Olta Hoti dhe për pyetjen që unë bëra përpara publicitetit, Olta. Të flasim pak për mënyrën se si e zgjodhi Dallëndyshja të largohej. E kishte paralajmëruar, por që besoj se nuk është pritur mirë nga Fationi dhe kushdo qoftë tjetër në vendin e Fationit. Çfarë duhet të kishte ndodhur në këtë moment për të mos u zgjedhur kjo rrugë? Patjetër që nuk është pritur mirë nga Fationi, ne shikojmë pasojat tani, por edhe kjo nuk është mënyra më e mirë për të larguar nga familja. Kjo nuk është një mënyrë që të favorizon. Përkundrazi, kjo do ta dëmtojë shumë zonjën, sepse në lidhje me kujdestarinë apo me vetveten, me opinionin, të flasim pak. Fillimisht në lidhje me fëmijët, marrëdhëniet me fëmijët e saj, sepse Fationi tani kërkon të jetë hakmarrës. Unë mendoj se gjithçka tani është hakmarrja. Përderisa Fationi ka vazhduar jetën me një partner tjetër dhe jeta e tij është një jetë normale, tani ai jeton me të dhe ndoshta mund të jetë dhe i lumtur, por do ta dëmtoj zonjën, në thonjza gjithmonë duke i marrë hak për veprimin që zonja bëri. Fationi, mirë, kësaj radhe iku Dallëndyshja edhe pse ja kishte kërkuar këtë me të mira dhe Fationi nuk e kishte pranuar këtë gjë. Por Fationi kishte dhunuar dhe kishte nxjerrë disa herë nga shtëpia Dallëndyshën. Ka arritur një moment që zonja nuk ka duruar dot më. Prandaj dhe të gjitha situatat kanë detyruar të marrë këtë hap. Por mendoj se asnjë familje nuk shkatrohet kot. Ne shpesh herë kemi sinjale kur diçka nuk shkon mirë. Edhe varet sa të vëmendshëm jemi ne për t'i kuptuar këto sinjale, qofshin të vogla ose qofshin edhe të rëndësishme të mëdha, alarme. Qofshin ata që kanë guxim për ta thënë, qofshin ata që nuk kanë guxim për ta thënë. Edhe ata që nuk kanë guxim për t'ia thënë partnerit drejt për së drejtin, nëse ai është i dhunshëm, ai merr sinjalet pikërisht nga partnerja që nuk mund të shtyhet më kjo. Por unë i besoj fjalët e zonjës që ka komunikuar me Fationin, kanë folur shtruar, kanë folur për familjen, çfarë do të bëjnë. Kështu që mendoj se gjëja më e mirë që do kishte bërë të mos ishte larguar në atë mënyrë, të ishte ulur prapë me Fationin, të kishin diskutuar rreth familjes, se ti ta kishe vënë në dieni që ti po largohesh. Sepse edhe pse ishte në një gjendje të rënduar psikologjike? Po, sigurisht që po. Dhe ishte diagnostikuar nga mjekët zonja merrte edhe mjekime sa na tregoi, për shkak të një gjendje stresante që ka kaluar. Shpresojmë që tani situata të jetë pak më pozitive, por gjithsesi Fationi do donim që Fationi të ishte kuptues, por mirë kuptues, por shikojmë që përveç se nuk është mirë kuptues, përpiqet të dëmtojë zonjën më shumë duke i marrë hak për veprimin që ka bërë. Mund të komentojmë pak këtë lidhje të menjëhershme mbas largimit të Dallëndyshës, pa filluar procesi gjyqësor etj, mënyrën dhe si e komentoi dhe falenderoi Dallëndyshja personin me cilin jeton aktualisht Fationi. Sigurisht kjo ka dy arsye që mund të kenë ndodhur. Fakti që Fationi është afruar me një herë me një person tjetër do thotë që ose është një marrëdhënie që ka shumë kohë që ka filluar dhe tani është finalizuar. Dhe që kështu është folluar nga ana personit të tretë, po? Ose është një marrëdhënie e re që sapo ka filluar, sepse kemi parë plot raste që janë njohur me një herë edhe për të çuar dhe inatin në fund, shpesh herë nuk bëjmë gjëra se i ndiem, ne i bëjmë gjëra sepse duhet i bëjmë për të kënaqur egon ton. Kështu që ndoshta këto të dy arsye ka. Fjalët e zonjës na çojnë në arsyen e parë, sepse ata janë bashkë, do thotë që kanë pasur një marrëdhënie të gjatë edhe gjatë kohës që Fationi ishte i martuar. Ne shpresojmë që
si që thatë dhe zonja që zonja tashmë, sepse nuk është më një zonjush, nuk i ka dëmtuar familjas, nuk ka ndërhyrë fare marrëdhënien e saj, të paktën me sa dieni kemi ne. Sigurisht ishte pak e çuditshme për ne të dëgjonim se si dikush i uron gjërat më të mira partneres së ish-bashkëshortit. Është një gjë shumë pozitive, sepse në të vërtet nuk është ajo fajtore gjithçka që ka ndodhur. Edhe falenderoj, sepse ajo po kujdesej prej 8 muajsh për fëmijët e zonjës. Edhe falenderoj, kjo gjestë humane dhe qytetar shumë i jashtëzakonshëm. Jo të gjithë do ta bëjnë. Ngrev vlerat e kësaj zonjë që kam në studio, apo jo? Edhe nëse personi tjetër do ishte një njeri shumë pozitiv, askush do ta kishte thënë. Zonja u tregua shumë edhe pse ndoshta personi i tretë është munduar në një farë mënyre t'ia shpjegoj situatën, por me shpjegimin e situatës e ka lënduar duke i thënë që unë në jetën e Fationit kam qenë përpara se ti të largohesh dhe kam kohë që unë e njoh Fationin. Kjo gjë mund ta ketë lënduar dallëndyshen. Megjithatë ajo nuk e ka marr parasysh, por edhe mënyrën se si ja ka kthyer përgjigjen që në qoftë se ishte me ty pse duhet martohej me mua etj. Kjo e bën akoma edhe më qytetare dallëndyshen që kam në këtë studio. Sepse dallëndysha ka vënë një synim tani. Unë mendoj se dallëndysha nuk kam kërkesa për të arritur tek ish-bashkëshorti i saj. Unë mendoj se kërkesat e saj vetëm janë për fëmijët dhe duke qenë se ajo kushti i saj kryesor është të arrijë të ketë marrëdhënie me fëmijët dhe të takojë dhe të rri me ta, mendoj se gjërat e tjera janë dytësore dhe janë jo kaq shumë të rëndësishme sa ç'është marrëdhënia e saj. Unë dua të ndaloj pak në interesin më të lartë të kësaj bisede që janë 2 fëmijë, djali 4 vjeç dhe vajza 2 vjeç. Përpara se të më japësh përgjigjen, të ndalojmë pak edhe tek ajo marrëdhënia, se kemi komentuar shumë Fationi, personi, bashkëtuesja me Fationin e tjerë, por kemi lënë pak më një anë edhe dallëndyshen, jo vetëm se kemi dëgjuar që ajo të shpreh dhe shkarkohet me zemër të hapur në këtë studio dhe unë besoj se mbas këtij transmetimi ti të ndihesh më mirë se ky është edhe qëllimi i emisionit me zemër të hapur, do doja ndaloja në diçka që Olta Hoti, psikologja jon ta bëri gjatë hapësirës publicitare. Edhe unë mora një tjetër goditje nga ty, një tjetër lloj qytetarie e jashtëzakonshme e jotja, edhe mbas kaq shumë ngjarjesh janë zhvilluar në 8 vite shumë intensive, sepse ka ndodhur shumë gjëra në këtë periudhë 8 vjeçare. Olta, të pyeti në lidhje me raportin apo me ndjenjat e tua ndaj Fationit. Më thënë, edhe pse jam tar, kam muj, vazhdoj akoma ta dua, por nuk kam jetë me ata, sepse nuk e gjejmë asnjëherë gjuhën tonë. Nuk kemi komunikim me njëri tjetrin. Është edhe shumë, do të thënë, xheloz, shumë i kufizuar. Nuk më jep liri, do të thënë. Pra nuk e shikon si babain e fëmijëve për të vazhduar jetën tënde, edhe pse ju keni bërë tentativa për të divorcuar edhe kohë përpara se ti të largohesh në atë mënyrë nga familja dhe askush nuk të paragjykon apo të gjykon për veprimin që ti ke bërë, sepse ti e di se çfarë ke ndjerë në ato momente dhe pse e bëre atë veprim, as Fationin nuk e gjykojmë dhe nuk e paragjykojmë. Gjithsesi ti vazhdon që përposhtë asaj që e ke të qartë me veten tënde që nuk e jetë me Fationin, ndjenjat e tua karshi Fationit nuk ndryshojnë. Jo. Janë zbërë është babai i fëmijëve. Babai i fëmijëve të tu. Sado që ti largoj unë. Dhe unë besoj se me këtë frymë duhet të rrisësh edhe fëmijët nëse fëmijët një ditë duke uruar dhe shpresuar që gjykata e apelit të tregohet transparente, të t'i lë ty, Fationi të jetë mirë kuptues të t'i kthej fëmijët, besoj se me këtë frymë do t'i rrisësh edhe ato. Po, patjetër. Dhe unë nuk e ndaloj që ai mos t'i shofi fëmijët. Në fakt ishte e pritshme dhe përgjigja, duke qenë se zonja gjatë gjithë rrëfimit të saj nuk tha asnjë fjalë të keqe për Fationin, përveç fakteve që tregoi gjatë fakteve që kanë ndodhur, problemeve brenda familjes dhe dhuna që ishte, por nuk tha nuk vuri asnjë epitet, nuk tha asnjë, nuk i bëri asnjë krahasim sikur rëndom ndodh që shkojmë nëpër studio që urrehen. Ishte një përgjigje që unë edhe e prisja, por pavarësisht kësaj unë mendoj se zonja nuk do ndërhyjnë marrëdhënien e re të Fationit. Kam një bindje që arsyesa e vetme që ka ardhur këtu janë fëmijët. Edhe ne nuk jemi këtu që të vëmë Fationin në pozita të vështira për marrëdhënien që ka krijuar. Jemi këtu vetëm për fëmijët sepse ata na interesojnë. Nëse Fationi ka vendosur që të krijojë një jetë të re me një partner tjetër, ka gjitha drejtat e botës, askush nuk e privon nga kjo gjë. Por ai duhet di që
Bashkëshortë në momentin që lidhin martesë kanë dhe bën me fëmijë, kanë disa të drejta dhe përgjegjësi që nuk i shmangen dot. Pse në këto moshë që kanë fëmijët e dallëndyshës edhe të Fationit, fëmijët duhet të rrinë me nënën. 4 dhe 2 vjeç, pse? Është shumë e rëndësishme. T'ja bëjmë të ditur Fationit, ndoshta e prekim pak Fationit. Shumë e rëndësishme dhe është shumë e vështirë që fëmijët në atë moshë të rriten pa nënën, pa ngrohtësinë e nënës, sepse marrëdhënia me nënën është marrëdhënie që nuk mund të zëvendësohet absolutisht me asgjë në botë. Është e njëjtë edhe marrëdhënia e babait. Por fëmijët në atë moshë kalojnë pjesë më të madhe ditës me nënën. Ndërsa babai është një figurë që shpesh herë dhe shkëputet nga ndoshta Afrika e Fationit që ndoshta nuk do t'i takoj, që po shkuar me dallëndyshen, edhe kjo do hakmerren ndaj Fationit duke i mbajtur peng fëmijët e tjerë. Në fakt gjë që gjykata ka rregulluar me ligj, se si dhe kur duhet të takoj Fationin. Unë mendoj se Fationi nuk i ka menduar kaq gjërat me detaj. Unë mendoj se ai po bën veprime që nxithen nga inati dhe nga hakmarrja. Unë shpresoj që Fationi ta lëri më njan hakmarrjen ndaj zonës, mendoj për fëmijët, sepse ata janë gjë më e rëndësishme. Fationi dhe zonja do kenë një marrëdhënie si prindër, nuk do prindërojnë bashkë, por do prindërojnë në distancë, po me njëri tjetrin. Por ama nuk duhet i shmangin asnjë. Fationi duhet paguaj rregullisht detyrimet dhe zonja duhet ta lejoj, se në të kundërt do ketë penalitete për të dyja palët. Zonja ta lejoj të bëjë ato takime të rregullta që ka vendosur gjykata, pse jo, edhe jashtë takimeve të gjykatës, Fationi mund vi sa herë doj për t'i takuar fëmijët. Absolutisht, nuk prish asnjë lloj, domethënë. Pritet, ta jep të lloj sigurie. Edhe pse gjërat rrodhen kështu, është mëkat të ndalosh fëmijën të takoj si babai dhe nëna. Besoj se këtë apel ta ketë marrë drejt për drejt Fationi. Çfarëdo që duhet bëj si babai dhe nëna. Unë do doja ota nëse s'ke diçka tjetër për të shtuar, për të kaluar ke Elda. Se kemi lënë gjatë gjithë kësaj kohe mundësi Fationit për të kontaktuar me ne. Elda, po. Asgjë tjetër. Kam besim te vazhdimësia. Po, e koleges, po. Elda. Çfarë situate ligjore ndodhemi? Do komentoja atë që situata në familjen e dallëndyshës e të Fationit kisha arritur në një pikë të tillë që të dy ishin të ndërgjegjshëm që nuk mund të vazhdonte kjo bashkëjetesë. Dhe sikur u tregua edhe këtu në studio, edhe sikur kam edhe disa dokumenta që më ka dhënë dallëndyshja, të dy kanë ngritur padi për ta zgjidhur martesën. Fillimisht dallëndyshja sikundër edhe na tregoi në studio që e ka lënë jo për shkak sepse nuk donte ta vazhdonte procesin e divorcit, por për shkak të mungesës së të ardhurave të saj, dhe më pas e ka vazhduar Fationi dhe ai nuk është kënaqur pastaj nga vendimi i gjykatës shkallës parë, të cilën unë nuk e disponoj, dhe për këtë është dhe një apel nga ana ime dhe shumë avokatëve të tjerë që nuk parajapin vendimet e shkallës parë, qoftë edhe pa pull, siç i kemi neve, se s'është e rëndësishme që vendimi të merret i formës së prerë apo jo i formës së prerë. Mund të merret thjesht i premtuar sikur thatë juve. Po, me 28 korrikt 2015 është marrë vendimi dhe ky vendim nuk ka ardhur as në dorën e dallëndyshës, po sipas informacioneve që na jep dallëndyshja, as në dorën e avokatit të saj ligjor. Përfaqësuesit të saj. Megjithatë, avokati besoi se nga sistemi online mund ta kishte marrë, sepse ne kemi akses të tillë. Megjithatë, na janë kufizuar dhe këto të drejta së fundmi me ligj për privatësinë e personave për disa nene të veçanta, jo për të gjitha. Domethënë kjo është në kornizën e atyre çështjeve që kanë privatësi. Kështu që duhen marrë nga personi vetë që ka ngritur këtë padi, personat që janë të përfshirë. Në rastin konkret nuk është marrë duke qenë se babai ka apeluar dhe nuk kemi vendim të formës prerë. Formës së prerë. Mund të jetë një nga dyshimet që mund të jetim në këtë studio, po. Megjithatë, thash, ai Fationi ka ngritur një ankesë në gjykatën e apelit dhe jo për zgjidhjen e martesës, këtë e ka pranuar sepse unë kam këtu ankimin, por vetëm për kujdestarinë e fëmijëve. Ka pretenduar kujdestarinë. Ka pretenduar që mos t'i lejohen sipas vendimit të gjykatës së shkallës së parë, që ja ka lënë gjykata për rritje dhe edukim në nënës dallëndyshe, por t'i kalojnë atij. Për çfarë arsye? Ka dhënë arsye konkrete Fationi? Ndoshta gjendja më e mirë ekonomike, sociale ekonomike, po. Dhe qëndrimi i tij, domethënë në Greqi, që i jep një akses më të mirë jetese fëmijëve. Këto pretendime kanë ngritur. Por zonja mund të shkojë të jetojë edhe në Greqi, sepse i ka dokumentat. Absolutisht që po, megjithatë
edhe Dallëndyshja ka sjell këtu një vërtetim që punon në sheaft për te asaj që çka ka përjetuar. Pra ka të ardhura ekonomike, por jo më të mira se sa ato të Fationit, për shkak edhe të diferencës midis dy shteteve. Do t'i sugjeroja Dallëndyshës që janë disa çështje për të cilat mund të kërkosh për shpejtim të procesit në gjykatën e apelit, ose në gjykatën e lartë nëse vete, por besoj se jo, sepse ne na duhet vendimi i formës së prerë i cili merret në apel. Kështu që unë do t'i ofroj ndihmën për t'i përpiluar një kërkesë për të përshpejtuar, meqense juve nuk pas keni dhe mundësi edhe sikur jeni shkëputur dhe nga avokati juaj. Pasi edhe shteti, edhe gjykata, të gjitha janë për interesin më të lartë të fëmijës. Dhe këtu vihet në diskutim për interesin më të lartë, që është interesi i fëmijëve, që loja midis të tyre vetëm këtu është, domethënë kush të marrë kujdestarinë. Dhe kjo në një sens është shumë pozitive, kur dy prindër kërkojnë se cili nga ana e tyre të marrin kujdestarinë e fëmijëve. Sa mund ta përdori Fationi pikërisht mënyrën se si është larguar nga shteti grek pikërisht Dallëndyshja, nëna e fëmijëve, aq më pak që fëmijët atë fundjavë ishin me gjyshrit. Mua kjo më pëlqen që nga mënyra që ajo Dallëndyshja me Fationin kam pas mosmarrëveshje dhe ajo ja u lejonte me shumë kënaqësi gjyshërve. Domethënë, shi çfarë marrëdhënie e paqt, domethënë në heshtje, pa ja transmetuar fëmijëve që të ri me këtë apo me atë, ja u kalon gjyshërve me gjithë, dhe si kundër reflekton edhe për tani bashkëtuesen tjetër, edhe më surprizon, janë shumë të rrallë njerëz të tillë, por thash, edhe nga ana tjetër, edhe Fationi që kërkon kujdestarinë e fëmijëve është ndër të rrallë meshkuj, nuk them të rrallë fare, sepse janë ndërgjegjësuar tani dhe prindi që kërkojnë, por është ajo që thoni ju, që më duket sikur e përdor si presion, dhe kjo është pjesë e... Jo, Fationi mund mos të qenë bashorti ideal, por mund t'jetë baba i mirë. Dhe kjo nuk e përjashton Fationin të kujdeset. Do kujdesej për mirëqenien e fëmijëve, kështu që dalë nuk do të popra. Ja, dua të ndaloj pak me Dallëndyshën. Çfarë babai ka qenë Fationin në raport me fëmijët e tij? Do me thënë me fëmijët si dhe është mirë, por kishte një gjë të keqe, që i thoshte mos e doj mamin, gjuj mamit, dhe i thosha mos e mëso fëmijën ashtu. Ishe në formë shakaje, apo... Në formë shakaje. Në formë shakaje. Fëmija, do me thënë është i vogël, dhe i kupton ndryshe i gjarat. Dhe i në thosha... këtë pikë ti nuk ndjeshe mirë. Edhe pse Fationi e thoshte në formë shakaje këtë gjë, apo jo? Mos e duj këtë, mos e duj ato, dhe unë i thosha, mos i thuj ashtu. Fëmijës thuj t'i doj të gjithë njerëzit pa përjashtim, pa interes, që të bëhet fëmijë mirë dhe mos të bëhet... Sa kohë kalon të Fationi me fëmijët? Fationi më shumë rrinte jashtë se sa... Po kur vinte, luante me ta... I nxirrte për shëtitje, i çonte ke lodrat, më thuaj pak. Dhe më thënë, kur ishte... Se nuk mjafton sjellja që duhet ketë në ato pak kohë që rrinte në shtëpi me fëmijët. Kur nuk ishte nevra, dhe më thënë, ishte në gjendje të mirë, loste, lunte, i thosha unë t'i çojmë ke parku të lunin. Nuk ishte nervoz edhe me ty sjellej mirë. Unë do doja të dija nervoz apo jo nervoz, si sjellej me fëmijët. Kur ishte nervoz, dhe më thënë, bërtiste... Kësyn të gjëra, po. Të gjitha këto ndodhin në... Me gjitha të ti thua që Fationi ka qenë një baba i mirë, si do që t'ishta. Po. Kujdese për ushimin e tyre, që ushimet mos mungonte në shtëpi, apo jo? Ka pasur momente që ai ka dalë në park për të luajtur me fëmijë, apo jo? Vetëm se i thoshte mos i duj njerëzit, mos e duj mamin, kjo gjë nuk më pëlqen. Me shaka, gjithmonë me shaka, në kuadrin e shakas. Sepse jetë dhe shqiptarë dhe këto lloj shakash shpeshherë ndodhin. Edhe prindit e Fationit kam shumë respekt, sepse edhe për fëmijët e mi linin kokën. Por çfarë roli kishin prindrit e Fationit pikërisht në raportin tuaj në çift? Çfarë vendi zihet ti tek ata? Po, ata më respektojnë, ti respektoja. Vetëm mami e ti ishte... Po pse nuk mundën të diskutonin asnjëherë me djalin e tyre? Po, babai vet i bërtiste gjithmonë. Sillu mirë, mos e dhuno gruan, mos thy gjëra. A mund ishin ato në dieni përse kush ishte shkaktari që Fationi nervozohej, ose ndoshta mund të kishte një lidhje si që ka pretenduar bashkëtuesi aktuale e Fationit? Ai, do më thënë, thoshte që unë kam jetën time dhe di unë se si sillem.
Pra këtë raport kishte... Po, nuk donte që t'i kërkoje llogari dhe që t'i thoshe do më thonë diçka. Po, Elda, kjo është situata. është një qik e vështirë, unë do kthejmë qik në ato situata dhe më para që na rrëfeu dallandyshja. Jemi në një situatë që vendimi nuk ka marrë formë të prerë dhe akoma i kanë të drejta të barabarta, si kundër nuk është zgjidhur martesa. Domethënë jemi në një situatë sikur këta janë akoma në martesë. Kështu që Megjithatë ligji zakonisht favorizon nënën apo jo? Në këtë moshë kanë fëmijë djali 4 dhe vajza 2. Janë raste shumë përjashtimore kur nëna domethënë krijon situata, nuk është mirë mendërisht, nuk ka domethënë vetëm për gjëra shumë madhore mund t'i hiqen të drejtat. Sepse edhe raporti psikologjik në gjykatën në shkallës parë ka favorizuar marrëdhënien e dallandyshës me fëmijën. Dhe ka vlerësuar në atë vlerësimin psikologjik që fëmijët janë shumë mirë atashuar me nënën. Domethënë sikundër ka pyetur. Megjithatë ne nuk e dim si ka ndodhur ky raport psikologjik, sepse është bërë në distancë. Fëmijët nuk kanë qenë në Shqipëri. Kanë qenë në Shqipëri fëmijët? Kur janë pyetur nga psikologja fëmijët? Po, kanë qenë, kam shku unë, po. Kam shku unë me psikologën, ke shtëpia e burit tim. Ka qenë vjera ime me kunatën time. Aty kam parë marrëdhënien që ti ke pasur. Po. Si ishte marrëdhënia juaj në ato momente? Ma përshkruaj pak edhe marrëdhënien tënde me fëmijët. Domethënë, fëmijët kur shkum ne kishin dalë me kunatën time, me motrën e burrit. Erdhëm mbas 10 minutash, kur erdhën e mora çunin, domethënë e përqafova, e mora në krah, domethënë e përkëdhela, e mora dhe pak vajzën, po vajza ishte pak më e larguar, kurse çuni ishte më i afruar me mua. Se është e vogël edhe... Të kuptoj. Po, edhe vjera ime i thoshte që kështu, domethënë, jo s'di për fëmijët, jo zihet me çunin tim. E thash unë shkaku që zjem nuk është... Po. Elda. Nuk e kuptoj situatën kur dallandyshja është paraqitur në organet e rendit në Kastoria. Greqi në Kastoria, po? Ajo ndoshta nuk i ka shpjeguar situatën që ne jemi të ndarë, po s'jemi të ndarë ligjërisht që ato nuk i kanë ofruar ndihmën. Ndoshta i kemi thënë jemi të divorcuar, por jo që i thash. Apo jo formë të prerë, sepse i thash. Po edhe pa vendime vete... Absolutisht, tani konsiderohen sikur janë në martesë. Pa marrë vendime po zonja kështë shkuar dhe herë të tjera, edhe kjo më çudi, domethënë, sepse që nuk ka gjetë mbështetje, nuk ka gjetë mbrojtje edhe nga shteti grek, domethënë rrallë ndodh. Nuk e di, ndoshta kanë ndikim ndonjë ai Fationi tek... Nuk e di, edhe unë u habita shumë. Si shkoi e dhunuar me shenja në polici? Jo, më gjujti nga koka, nuk më ashtu, sepse ishte dhe gjaj vetë, edhe nuk e lejoj që të më rinte. Jo herën e fundit, herët e tjera, ke shkuar në polici e dhunuar me shenja? Jo, me shenja jo, por... Për ta nuk ka qenë bindse. Nuk ka qenë bindse, ndoshta situata. Po, se nuk ka se si të shpjegohet. Megjithatë, ju thatë zonja Elda, po? Për te asaj që vendosin gjykatat, gjithmonë duhet më prindit, ish bashkëshortës, tani akoma quhen bashkëshort, duhet të mirë kuptohen për fëmijët. Dhe unë në Greqi që shkum për të folë me njëri tjetrin, që do bëjmë për fëmijët. Nuk ta dha këto mundësi që të bisedonit. Komunikimi që ka qenë arma juaj më e dobët gjatë bashkëtesës kur keni qenë të martuar dhe bashkëshort, vazhdon të jetë edhe arma juaj më e keqe gjatë kohës që ju jeni tashmë të divorcuar, por që Fationi duhet të kuptoj që komunikimi mund të mbetet komunikim. Ai nesër pas nesër edhe mund t'i marri fëmijët të mos paraprim asnjë lloj vendimi apo mos paragjykojmë asnjë lloj gjykate, megjithatë Fationi duhet komunikoj me ty se ti je nëna e atyre fëmijëve dhe jo bashkëtuesja, edhe pse ti e ke përshëndetur se gjatë gjithë këtyre kohëve ajo është për kujdesur ndaj ta. E përshëndes sepse kujdes. Fëmijët do rriten, hallët do shtohen, fëmijët duan të kenë afër si portret edhe nënën, kështu që Fationi nuk mund të shmanget komunikimit, qoftë me vendim apo pa vendim gjykate, që fëmijët duhet të kenë një atashim edhe me nënën. Duhet kuptoj atë që i bën dëm
fëmijëve. I bën dëm. Vetëm këtë duhet kuptoj. Vetëm këtë, që i bën dëm fëmijëve, domethënë ai e përdor këtë për të penalizuar dallëndyshën, domethënë për t'ia shkëputur, por në indirekt i bën dëm. Megjithatë, ndoshta është edhe ajo dashuria e tepruar e prindërve shqiptar ndaj fëmijëve dhe për t'i patur ndoshta afër. Të sugjeroja edhe një herë. Po, që të bëni kërkesën që të përshpejtohet që edhe Fationi të ndërgjegjësohet, kam një vendim formës për herë, do t'i takojnë këti apo këti bashkëshor të fëmijët. Pra me kërkesën që ja u ofroi avokatja zonja Ilda Fllarit, e cilën e përshëndes për shpejtimin e procedurave në gjykatën e apelit. Unë ju falenderoj të dyjave, të jashtëzakonshme si gjithmonë. Faleminderit që ishit me mua në këtë studio. Dalëndyshe, përpara se të falenderoj që të kisha pjesë të këtij emisioni. Nëse fëmijët po na ndjekin, çfarë do t'i thoje, ose edhe vetë Fationit, për t'i sheshuar një herë mirë gjërat, ta marrë edhe publikisht, ndoshta kjo DVD do duhet më vonë për t'i treguar fëmijëve çfarë lloj sakrificash ke bërë. Ke kamera përballë teje, mund t'i drejtohesh. Atëherë, të dashur zemrat e mia të vogla, edhe pse i ka u praktisa, unë nuk u praktisa juve. Ta dini se ju dua. Jeni jeta ime. Edhe pse baba juaj nuk më la që të takoj, por juve nuk u praktis kur. Ju dua shumë. Edhe gjithmonë do jeni në zemrën time. Dhe do bëj gjithë shka për juve, që t'ju kem pranë. Që t'jeni me nënën tuaj, të gjeni ngrohtësinë e nënës. Ju dua shumë fëmijët e mi të dashur. Dhe mos më braktisni, mos i dëgjoni tjerët, t'ju thonë që nëna u braktisi dhe s'u do. Unë ju dua, sepse jeni gjithë shka për mua. Dhe buri im, ish bashkëshorti im, le të thot gjëra, do më thënë, që mos e duaj nënën. Por unë jam nëna juaj, unë usolla në jetë. Edhe pse unë banë, e fejuara ish bashkëshorti tim, e falenderoj sepse ju mban mirë dhe ju do, por unë jam nëna juaj. Dhe do jem gjithmonë, për krah jush. Dhe ju dua shumë. Ndyshe ishim fjalë që na kanë prekur, fjalët e një nëne, ato që ndjeje brenda shpirtit dhe zemrës tënde. Të falenderoj që ishe pjesë e emisionit Me Zemër të Hapur, duke uruar dhe shpresuar të bëhet më e mira për interesin më të lartë, si që janë të dy fëmijët e tu, çfarë do lloj të vendosë gjykata, ne do respektojmë çdo vendim të saj, sepse gjykata është ajo që vendos tek e fundit se me këtë duhet të rrinë ata fëmijë. Megjithatë, këtë apel që ti sapo bëre këtu në televizionin News 24, ato besoj se do ta kenë kujtim dhe ti vazhdimisht këto mesazhe do t'i dërgosh atyre, sepse e ke bërë këtë edhe një muaj më parë duke shkuar vetë personalisht dhe fizikisht në shtetin grek pranë tyre, pavarësisht se nuk ta lejuan këtë gjë. Unë shpresoj që fjalët e tua të kanë prekur jo vetëm publikun, por mbi të gjitha Fationin. Fationi, i cili na ka ndjekur ditën e sotme, nuk ka dashur të ballafaqohet me dallëndyshën, shpresoj ta mendoj më mirë që fëmijët duhet të rrinë me nënën dhe Fationi dhe dallëndyshja të prinderojnë jo së bashku, nga larg dhe askush të mos dëmtohet në gjithë këtë histori. Duke ju falenderuar për vëmendjen tuaj, miqtë e mi, na shkruani në faqen tonë të Facebookut emisioni Me Zemër të Hapur. Përpara disa kohësh ne kemi bërë një status ku ju të mos denigroni figurën e askujt. Mund të pozicionojnë në krahun e kujtdo personazhi, vetëm të lutem mos përdorni fjalë fyese për njërin apo për tjetrën palë. Duke ju falenderuar edhe një herë për mirëkuptimin, bashkë takohemi nesër në mesditë, deri atëherë mbasditë të këndshme.